Duket e qetë. Ja, pjellja është e mirë. Perfekt, është e qetë. Nëse do të keshim të infektuar, do të keshim këto të hapurat. Por nuk kemi asnjë. Ja po e shohim më afër. Përshëndetje miq të kanalit tonë Mbretëria Shqip. Ne sot po ju afrojmë një incizim të cilën e kemi paralajmëruar para disa xhirimeve, para disa kohë më herët, se si kemi bën shërimin ose teknikën për ta shëruar në askosferozën. Njëra teknik ishte e kemi shpjeguar disa herë me ndarje, domethënë me largimin, me ndarje artificiale faktikisht, me fleta të reja, me shtëpisë të re, por e njëjta bletë brenda. Edhe e dyta, cilën e patëm paralajmëruar, ishte bletën e infektuar, e kemi marrë dhe e kemi vendosën, vendoj mbretreshën, ashtu siç mendohet se është e infektuar, e kemi marrë dhe e kemi vendosën në një koloni të re, e cila nuk ka pasur mbretresh. Dhe kemi testuar dhe të shohim se ajo ka vazhduar infeksionin. A ka vazhduar infeksionin në këtë lloj shoqërie cilën e kemi vendosur, e cila ishte pa mbretresh, apo nuk ka vazhduar. Dhe me këtë pastaj e vendosim, vërtetojmë se mbretresha a është faktori kryesor për infekcion apo nuk është faktor kryesor për infekcion. Atëherë pa humbur kohë, ne do të fillojmë edhe me kontrollin e kësaj shoqërie me mbretresh të supozuar të infektuar. Ali, ndoshta dikun para 25 ditëve. Ashtu paraprapësisht. Kemi vendosur një mbretresh të infektuar. Vetë të shohim. A është e infektuar. Kjo kolonia ka qenë dikun 7-8 rrugmis. Kjo është. Duket e qetë. S'ka nevoja sportim. Ali, ta kontrolojmë kornizë pas kornizës se kornizë me polen. Nuk ka nevojë shumë për detale, sepse qëllimi është jon të shohim a ka pjellje të infektuar dhe të gëlqerosur. Ja ku kemi pjelljen e parë. Sigurisht gjenerata e parë këtu ka hedhë, sepse ka qenë ngushtuar. Ja. Nuk shifët ose shifët gëlqere, jo. Kjo është domethënë larve gjallë, të cilën e kanë detektuar, mund të kenë detektuar varroa. Por larva është e mirë. Qofse ka mundësi pajtim edhe dyshemen, pastaj ta shohim. Sigurisht. Kjo është një kornizë që kemi vendosur për pjellë, po duket se s'ka edhe vezë fare këtu. Mund të jetë defekti i dyllit. E largojmë këtë. Pa, dhe ja pjellja ma e pastër. Këto të mbillurat nuk kanë. Kemi këtu pjellë të hapur të cilët nuk kanë gëlqerosi. Edhe ana tjetër. Po e shohun në mësi më afër, nuk kemi deri tash. Nëse mund të shohim me mbretreshën. Këtu që shoh në dritë. Vezë të reja. Fiks vezësh, komplet. Kjo korniza ka qenë domethënë nga mbretresha më hershme, e cila ka qenë me ushqim dhe polen, por ata nuk është domethënë ajo pjella uniforme. Nuk mund të bazohemi me një kornizë. Ja, pjellja është e mirë. Perfekt, është e qetë. Mbretresha. Edhe ana tjetër. Ali, dyshemen me sa mundesh me pa nuk ka asnjë larvë. Po, nuk kemi. Është e pastër, higienik. Ja, po nxjerrë edhe kornizën tjetër, shifini.
Perfekt. Edhe të shëneja. Shofim në rast se po si duket nuk ka. Ka të vendosim këtu. Edhe kornizën e radhës. I ndron vendet po sprish mos janë identike. Edhe këtu mund të jetë mbretëresha pasi kemi edhe shumë larva, shifelil. Komplet është me larva. Nëse do të keshim të infektuar, do të keshim këtu të hapurat. Por nuk kemi Ja asnjë. po e shofim më afër. Nuk kemi për momentin të mumifikuara. Edhe këtu. Edhe nga ana tjetër, ja, sa e paqt është. Larvat të pambyllura ende dhe të paqta. Nuk ka asnjë të vetme. Pastra. Sepse po shihen qartë, këtu mund të jetë mbretëresha. E zez, pa ngjyrë. Nuk është ngjyrosur mbretëresha është, no? Jo. S'ka lidhje. Puna mbaroj. Edhe këtu kemi pjell. Shife. Pjelli është i mirë, super. E pakët po e pastër. Edhe ana tjetër. Nga ana tjetër. Kisha pas që dëshirë të shohim mbretëreshën në pamjen fizike. Ja mbretëresh. Pak si në tigër. Shife. Perfekt. Rregull. Lumb mbretëresh. Kaloj testin me sukses. Edhe këtë lloj teknike që e përdorëm, Kjo shkon komplet në skaj sepse ndoshta dielli është ndonjë defekt ka Po. edhe e përdorim për ushqim s'është problem. Halil. Po. Kjo ishte eksperimenti numër 2, sigurisht se dikush edhe e ka bërë para nesh. Po ne kemi bërë dhe kemi vendosur me publiku për ndjekësit tonë. Do të thonë kishim dy eksperimente të suksesshme, edhe pse disa bletarë që e kanë bërë kanë thonë se preferohet prapë të ndrohet kjo mbretëresh sepse pas një periudhe ose vitin tjetër mund ta vazhdoj infeksionin. Po tash për tash ne verifikojmë se nuk është e infektuar mbretëresha. dhe nuk ka hudhën vezë të infektuara. Jo. Faktikisht edhe eksperimenti i dytë ne kaloi me sukses. Si eksperiment, po mbetet dhe ngelet të shifet dhe vitin e ardhshëm ose gjeneratën tjetër. Gjeneratën tjetër. Sepse disa thonë edhe pas gjeneratës së dytë mund të vazhdojë infeksioni, por që si duket tani nuk ka pas vetëm larve hiç asnjë. Asnjë. Nëse ju ka pëlqyer video, keni një buton aty like. Apo Halil? Patjetër që ke. Mundet me shpërndar këtë video dhe falenderojmë për zemërsisht. Mirëmbëjtje, shihemi në një video tjetër. Shihemi në video tjera.